Mirëmëngjesi, dashur shikues të Klanit, dëgjues të radios Klanit 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili shikoni pak kakdhir mrekullisht i bukur, shumë i bukur, me një diell që është shkëlqen, me një qiell të kaltër dhe domethënë një mëngjes i cili parashikon edhe ditën, që do të thotë siç është mëngjesi, kështu ka përqen dhe dita, kryesisht me diell edhe me në kalim shumë të hollë të rrethave thuajse pa dukshëm fare, por me temperatura që rriten me 2-3 gradë, gjithmonë më lart se dita e djeshme. Të dashur miq, ne sot jemi në shtunë, data është 25, pa ikën dhe prilli, 25 prill 2026, eksakte ora 7 fiks, dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq, orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 21 003. Cila është tema për ditën e sotme? Tema të lëvizin nga ditët e ndryshme të javës, kështu që nëse dje ne folëm një çik për makinat edhe për parat edhe për naftën, sot kemi një hall tjetër, që do të thotë një burr sheh një debat në të një çifti në mes të rrugës. Gruaja në fakt duket pak në vështirësi, por ky burri nuk e di se çfarë po ndodh realisht. Pra, ka ndodhur besoj ndoshta gjithë keni parë një debat që se keni marrë vesh për çfarë po zihen. Pyetja është kjo: mirë është të ndërhyj apo mirë është të largohet?